Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, miqde, o njerëz, gëzonu. Tha unë javë qoj pikat e shivit, a ju i hani kokrat. E pastaj masit i hani kokrat e fryteve që unë u bona shkak edhe javujita ato, ju thoni kështu. Ma vlla, po me pun bot. Me pun bot, si ta punojsh, po de. Si ta punojsh bere që ti jotë rritët pa bari, edhe ai duhet me u rritë pa bari. Ama ti mos thuj ma shumë se e pri shkejt, po të pys pra, masi kështu, si duesh mu majt me në madh, po të pys. Ama njashti kajsijes kocin mrena? Thuj po, nese, se kam njetë me të pi qëtër sen. Koci kajsijes anë kajsi mrena, mirë pa i ka mrenda në kos një sen qëtër. Ata më nështi mrena ti, a më në regullon që ketë? Thuj po. A më në ban pita pitith në samën? Aja mrena që a i mrena është i jithtaj. A më në ban tamën? A më në ndrën gjirën? Thuj po vlovjem. Kejt kajsia vendunjo, a më një ban që ketë? A më një ban kejt pëmve në botë që ketë loja, a më një avlun? Jo, unë rriurt. Rriurt para urnave edhe madhërijës të fuqishmit. A i thanë Kurani Kerim me një ajet, madhënijën teme, apo doni me dit ku mundini me gjetë pos qerave pun? Tha kështu pra. Mrenda në kocin e pëmës, është një këmishe hol, atë që e përshtel atë fe kocit but mrena, është një këmishe hol, tha. A më ne vesh një juket, o njerës? A më një vesh një qatë këmishe në hol asaj? Jo, rënjërët para madhërijës Allahut edhe thuni, Elhamdulillahi